إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه الصلاة والسلام. Falënderimet I takojnë të madhit Zot Xhella Taala. Paqja, bekimet e Tij qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e profetit, shokët dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e Tij, pra besimtarët musliman, pasuesit e Tij deri në Kiamet. Të dashur besimtar, në këtë Ramazan kemi përzgjedhur që hutbët të jenë rreth ndikimit të agjërimit në disa segmente ku agjërimi ushtron ndikimin e tij. Ne kemi përzgjedhur vetëm disa sepse lista është e gjatë. Kemi folur për ndikimin në formësimin e personalitetit të besimtarit, kemi folur në ndikimin shoqëror dhe sot kemi përzgjedhur që të flasim në pika të shkurta rreth ndikimit psikologjik, stabilitetit mendor që agjërimi ndikon tek besimtari. Agjërimi nëse e shohim në Islam, në dukjen e parë duket se ai është një proces, është një ritual I cili ka të bëjë me fizikun tonë, sepse në esencë ashtu është se ne privomi veten nga ushqimi dhe nga pijet në një interval kohor sufër, iftar, dhe kjo është dukja e para që shihet nga agjërimi. Por se këtu nuk ndalet ndikimi I tij, agjërimi është një shkollë edukimit psikologjik ku njeriu mëson të drejtojë dëshirat e tij, të qetësoj emocionet e tij dhe të forcoj vetdijen e karakterit të tij. Kjo është e rëndësishme për besimtarin, sepse në një botë ku njeriu gjithçka shkon me ngutje, me nxitim, në një botë kur niveli I stresit rritet tek njerëzit për shkak kërkesave të ndryshme, dëshirat shpeshherë të pakontrolluara, lëvizjet të çorientuara, vjen agjërimi dhe I thot besimtarit që ti duhesh të ndalesh pak, të reflektosh me veten, të bësh një riorganizim të botës së brendshme, psikologjike, sepse kjo është teje domethënëse. Një qetësim psikologjik I brendshëm joni do të thotë se ne kemi aftësi për me menaxhu dhe me majt timonin e jetës sonë në dorë, në vijat që duhet të shkojë jeta jonë. Dhe e kundërta, një çrregullim I brendshëm, një ngarkesë psikologjike, nuk mundet njeriu pra të jep rezultate qoftë edhe nëse ai mundohet të shfrytëzojë energjinë fizike të tij në maksimum. Për ata njihet pra dhe përveç shëndeteve tjera trupore, kështu më radhë, njihet edhe si shëndeti psiqik ose psikologjik I njeriut. Kurani bukur e shpjegon dhe në thelb e godet pikërisht në ajetin e agjërimit ku thot në fund la'allekum tattaqun, nëse doni ju të bëheni të devotshëm. Prej cilësive të njerëzve të devotshëm janë sepse ata e kontrollojnë dhe e menaxhojnë veten e tyre. Ata janë stabil në dukjen e tyre, qoftë në xhami, qoftë jashtë xhamisë kështu më radhë. Për ata, ky stabilitet jep një nur, një dritë në fytyrat e tyre, jep një prezantim para të tjerëve dhe për atë merr dhe epitetin si njeri I devotshëm. Edhe pa e ditë në historinë e tij, pa e ditë do thotë se çfarë detyra fetare kryen, sa është niveli I këtyre detyrave që I kryen ky njeri. Kemi pa shpeshherë njerëz në xhamia, kemi pa pleq të shyrë në mosh ose dietare kështu më radhë, dhe në dukjen e parë forma si ai qëndron, stabilitetin që e ka në veten e vet, vetbesimin që e ka dhe si komunikon me njerëzit, me njëherë ne japmi një epitet dhe thomi e pash sot një njeri, për mashallah do thotë sa njeri I devotshëm ishte. Edhe pse ky ishte takimi I parë me këta njerëz. Andaj do thotë agjërimi
është një proces i transformimi psikologjik dhe shpirtëror, ku nëpërmes tij e mësomi veten se si duhet ne të jemi të qetë në psikologjinë tonë, në brendësinë tonë, që ne të vazhdojmë të jemi produktiv në jetë. Përndryshe, një çrregullim i tillë psikologjik na bën neve që mos të jemi produktiv në jetën tonë të përditshme. Ti përmendmi disa faktorë ose ndikime të cilët i sjell agjërime që kanë të bëjnë me ndikimin psikologjik të tij. Një nga ndikimet më të mëdha të agjërimit është forcimi i lidhjes shpirtërore me Zotin. Pra, përderisa ne para agjërimit nuk kemi qenë në këtë nivel, ndoshta të lidhur me Zotin ton, vjen agjërimi dhe e bën forcimin e kësaj lidhje, e vëdison besimtarin, e kthen ka Zoti. Nëpërmes formave të tyre, më e madhja pra është agjërimi, pastaj obligimet që mundohet besimtari të kryejë. E gjithë kjo vije vëllazër si nevojë e qetësisë së brendshme psikologjike, sepse sa herë që ne jemi të brenda adhurimit, ne kemi edhe qetësi të brendshme të tonë. Qoftë kur jemi namaz, qoftë kur jemi duke agjëru, jemi duke bërë një vepër, ose e kemi bërë një vepër dhe e shihni se mas i ta kryejmë atë vepër, ne jemi teje më të qetë në aspektin psikologjik. Këtë e forcon edhe fjala Allahu Jalla Ta'ala, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Një ndër ajetet që e potencon këtë fakt është se gjithsesi me dhikrin e Zotit qetësohen zemrat. Pra të profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në praktikën e tij të përditshme, kur kishte ndonjë shqetësim të madh, i thonte Bilalit, muezinit e tij, erihna bis salah ya Bilal. Çu dhe qetësona, stabilizona me namaz o Bilal. Sa herë që profeti sallallahu alaihi wasallam kishte ndonjë ngarkesë të tij, ndonjë detyrë të madhe, thonte nëna Aisha radiallahu anha, gruaja e tij, për cilët se profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë gjendje u zgjante pra dhe falte namaz, merrte abdes, kthente nga kibla dhe i falte 2 rekate namaz, sepse namazi është një ndër ata faktorë të cilët na stabilizon në jetën e përditshme. Paramendoni një njeri i cili përballet me stres, me ngarkesa të përditshme gjatë muajit, edhe qoftë edhe gjatë muajit të agjërimit. Por në moment që kthehet tek shtëpia vet, ndron rrobat, ndron pozicionin e vet, shkon merr abdes, e merr një libër, e merr një Kur'an, lexon, bën pak dhikr, dëgjon diçka të dobishme, e sheh të thotë sepse niveli i stresit menjëherë ulet të ngarkesa këto, obligimi që i ka pas ndryshoi sepse këto japin një stabilitet më të madh. Një ndër faktor tjetër është pastrimi psikologjik dhe kontrolli i vetes. Agjërimi është një trajtim i fuqishëm i vetë kontrollit që na i bën. Pastaj do thotë kjo shihet edhe në uljen e gjunaheve, do thotë që besimtarët janë më të kujdesshëm gjatë agjërimit, i ndihmon. Sa herë që ne jemi më larg gjunahit, sa jemi më larg të ndaluarës haramit, nuk ka dyshim se kjo na jep një kontroll në veten tonë, sepse gjunahi edhe harami e çrregullojnë psikologjinë e njerëzve. Të gjithë njerëzit që janë të zhytur në kamat, në fajde, në droga, në prostitucion, në alkohol, në bigjoz, janë njerëz të cilët nuk kanë stabilitet dhe janë njerëzit më të dhunshëm brenda ambientit ku ata jetojnë, qoftë edhe ambienti familjar, e për këtë nuk ka shumë me diskutu, sepse jo e dini dhe mundi me qenë dëshmitar për njerëzve që i njehni e kështu më radhë. Andaj do thot, ajo që shihet gjithherë gjatë agjërimit, pra neve kemi një kontroll dhe kemi një pastrim psikologjik dhe një kontroll të vetës sonë që e kemi gjatë asaj që nëse përballemi qoftë në rrugë, në punë, brenda familjes, reagojmë pra me mendje të shëndosht, dhe themi se na kena Ramazan, e pastaj bëjna muhabet, ka kohë ky muhabet kur unë e bëj me ty. Edhe hec besimtari sepse nuk e djeg, nuk e prish imazhin e Ramazanit të tij, dhe kjo duhet me qenë edhe moto në jetën tonë, sepse janë plot pengesa në rrugë që dalin gjatë jetës e që nuk ja vlen shumë më marrë me to, po duhet me ditë si ti te i kalojmë ato. Faktori tretë
që ndikon në psikologjinë e njeriut është edukimi i sjelljes dhe formës së karakterit të tij. Pra ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse dikush nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe të vepruarit me të, Allahu nuk ka nevojë që ai ta lënë ushqimin dhe pijen. Dhe qartë shihet pra një edukim moral, sepse finali i agjërimit nuk është mu distancu nga ushqimi dhe pijet, por finali i agjërimit është kur ne lemi, kur ne ikim, kur ne e stopojmë veten nga shumë dukuri, nga shumë sjellje të pahijshme, të cilat nuk na takojnë si besimtar. Paramendoj do thot kur njeriu mundet që zakonisht me përdor në jetën e tij të përditshme fjalë jo të mira një fjalor, jo të këndshëm për komunikimin ndërnjerëzor, vjen pra agjërimi dhe na mëson se besimtari duhet ta ruaj gjuhën e tij gjatë Ramazanit, sepse mund ta djeg shpërblimet se vapët e agjërimit të tij. Dhe e fundit si ndikim, por jo në listë, por para meje, sepse ka ndikime dhe ka shumë faktor, është dhe pastrimi i zemrës që ndihmon në stabilitetin psikologjik. E përmendëm edhe në ders se agjërimi ndihmon në pastrimin e zemrës, nga urrejtja, nga smira, zilia. Një zemër e pastër është ajo që agjëron dhe ajo që e ka marrë notën 10 në agjërimin e tij. Sepse vetëm në këtë formë Zoti na don neve dhe vetëm në këtë formë Allahu xhalla taala kur e përmend la yanfa'u malun ila banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ditën kur nuk do t'i bëj dobi njerëzve as pasuria, as fëmijët, por do t'i bëj dobi vetëm atyre që vijnë me një zemër të pastër. E të Zoti nuk shkohet me një zemër të pastër përderisa ne kemi një zemër të mbushur urrejtje, zili, e gjëra të liga në këtë jetë dhe e mbami të tillë të mbushur këtë enë me këto pjesë negative në jetën tonë, por gjithherë kur ne tentojmë që ta zbrazim këtë enë që e kemi në brendësinë tonë, atëherë ky jep edhe stabilitet psikologjik kur zemra nuk mban urrejtje brenda saj. Heq për fund, të nderuar vëllezër, kjo shkolla e transformimit psikologjik e një qetësisë që na jep, nuk ka dyshim se përmban në veten dhe kërkon nga ne që ne ta kemi një devotshmëri në zemrat tona, ta kemi një qetësi në mendjen tonë, ta kemi një durim në karakterin tonë dhe një vedije emocionale që sjell një qetësi psikologjike për të vazhduar jetën ashtu siç na takon dhe por mos e dëmtu jetën tonë me gjëra të cilat nuk ja vlen mu marr me to, sepse ajo është e shkurtë dhe duhet ta ndërtojmë me gjëra të mira. Elos Allah xhalla taala në këtë ditë xumaje, ditë e bekuar për neve besimtarëve, ditë që jemi agjërueshëm, Allahu i pranon lutjet e besimtarëve kur ata janë agjërueshëm. Elusim Allah xhalla taala që Allahu të na ruajë imanin ton, na vëdësoj Zoti në gjërat e mira, na ruan Allahu neve, familjarët, fëmijët, evlatët ton nga çdo bela, nga çdo çeder i cili është mshef mbrana nesh e ne nuk i dime, Allahu të largon për neve. Elus Allah në gjellet ala që të uzëj evlatët tonë, familjarët tonë, të dashurit tonë në rrugën e tij. Na bën Allahu prej atyre që e falmi namazin, agjërojmë Ramazanin, e japim zeqatin, shkojmë në haqë dhe i kryjmë obligime detyrat tona, ashtu siç na takon neve si besimtar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.